Pasuesit e tij që ndjekin rrugën dhe udhëzimin e tij deri në kiamet. Allahu Jalla Ta'ala thot në Kur'an: "Kul la yastawi at-tayyib wal-khabith." Thuaj, nuk janë të barabartë e keqja dhe e mira. Me lejen e Allahu Jalla Ta'ala, për pak çaste në këtë ditë xumaje, të dashur vëllezër besimtar, do të ndalemi tek ky rregull, apo të themi më mirë ky kuranor. Pra, dietarët i kanë nxjerrë nga Kurani dhe në vazhdimsi punojnë, sepse është një oqean i pashterrur. Është siç njihet do thotë si qawaid al-Quraniya, rregulla kuranore, apo ti themi më mirë në gjuhën shqipe si parime kuranore, që Kurani i ka vendos, dhe mbi këto parime pastaj besimtari duhet të reflektoj, të nxjerrë mësimet se si të gjendet në jetën e tij, pra përballë këtyre parimeve që kanë udhëzuar dhe kanë mësuar. Një ndër këto parime të mëdha kuranore që Allahu Jalla Ta'ala e mëson njerëzimin, në veçanti besimtarët, i thot Zoti se e keqja dhe e mira kur nuk mund më konë të barabartë. Pra, as kanë qenë, as do t'jenë sot, as të nesmen. Kjo pra është një parim prej parimeve që duhet të reflektojmë, pra rreth ajo çfarë përfshin e keqja edhe e mira. E keqja që është përmend është çdo gjë e urrëtur për shkak të shëmtimit të saj. Pra, e keqja nga vetë natyrshmëria njerëzore, nga instikti njerëzor, në shumicën e rasteve njeriu e njeh të keqen. Pa pas nevojë dikush për mia tërheq drejtën, mi thonë mos shka, sepse ajo është rrugë e gabuar. Mos e bë sepse është vepër e keqe. Por nga vetë instikti njerëzor njeriu e kupton. Është e shëmtuar, është e vrasht. E ndjen njeriu kur asaj i afrohet, e ndjen një farë frike. Bëhet pamja e saj aq e shëmtuar sa që njeriu tërheqet në mënyrë të instikte. Kjo përfshin të gjithë. Shtëja saj se e keqja, pastaj e përfshin besimin, e përfshin fjalën dhe e përfshin veprën. Pra, mundet me qenë një besim i cili është i gabuar, i ndërtuar në të keqe. Besim nuk është i drejtë, nuk është real. Aja mund me qenë një besutni, mundet me qenë një kufër, mundet me qenë një shirk, njeriu që i bën një rival Zotit, mundet me qenë një fjalë kot, mundet me qenë një gënjeshtër, mundet me qenë një dëshmi e rrejshme, mundet me qenë një fjalë pest, është e keqe, bën në grupin e të këqijave, me të cilat nuk mund të barazohen asnjëherë me të mirat, dhe mundet me qenë një vepër e keqe që njeriu pra duhet asnjëherë të mos tentoj ta barazoj qoftë fjalën, qoftë besimin apo veprën e keqe me ato të cilat janë të mira. Dhe çka është veçuria të keqes, sa ajo mundet me qenë nga njëra abstrakte që shtam e msheht, nuk preket, por është e keqe, është një besytni, është një besim i kotë që dikush mund të besojë në të, por e është rrezikshme për jetën dhe ahiretin e njeriu. Shtëja e saj, pjesën tjetër pastaj fjalët ose veprat mundet me qenë pra ato që dëgjohen dhe që preken, që shihen, ato janë pastaj konkrete. Dhe përballë saj, çdo herë që rrin pra e keqja dhe e mira, nuk bashkohen sipas konceptit kuranor, nuk janë asnjëherë të barabarta. Nuk mundën të nivelizohen ato, nuk mund të vinë afër njëra tjetrës, sepse ato janë dy pole të kundërta që Islami asnjëherë nuk lejon që ato mu bashku apo me tentu dikush që me bo një balazpeshim ose një parafrim me tyre duke tentu që shpeshherë dhe mi përzi ato. E mira është e kundërta e keqes, ajo është gjë e pastër, e lejuar, e dobishme, qoftë në fjalë, në besim, në vepër. Pra e mirën, prap nga instikti njerëzor njeriu e njeh të mirën. E njeh besimin e mirë, i afrohet asaj. Shikoni do thotë sa njëri
e ka përqafu Islamin dhe sa njeri e përqafon në mënyrë instikte. Një pjesë e madhe jo muslimanëve që e përqafojnë besimin ton Islam është jo pse ne muslimanët jemi çaq të mirë ose jo pse ne muslimanët i kemi boda vet atyre, por në mënyrë instikte sepse vetë besimi është i mirë dhe e tërhek ata. Fjala e mirë e cila nuk ka nevojë për ligjërime, nuk ka nevojë për kamuflime, nuk ka nevojë për në mënyrë instikte njeriu e din se ky person plet fjalë të mira, qulu linasi husna, ashtu siç ka thënë Zoti, thuni njerëzve fjalë të mira dhe anën tjetër, secili e din se personi tjetër fol ose thot vetëm fjalë të shëmtuara, e kështu përfshin pra edhe veprat të cilat i ka leju Zoti xhella taala, ato që janë të mira dhe i ka ndalu ato që janë të këqija. Për çfarë arsye o Zot? Sepse ato në peshojën e Zotit në qiell, e as tek njerëz të mirë në tokë nuk mund të jenë të barabarta asnjëherë. Prandaj, nga ky parim kuranor se e keqja dhe mira nuk mund të jenë të barabarta, pra kemi besim, përballë saj kemi kufër, kemi bindje, përballë saj kemi mëkat, kemi banor të xhenetit përballë saj kemi banor të xhenemit, kemi vepra të këqija përballë vepra të mira, pasuri haram, pasuri halal dhe kështu më radhë. Ky ajet la yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jaba kathratu al-khabith. Ky ajet kuranor kur ka zbrit në një kontekst që Allahu xhalla taala ka fol për ushqimet që janë halal dhe haram. Por se të dallosh ose mos ta bësh të barabartë, me thonë, do thot vetëm me pretendu se e keqja dhe mira nuk janë të barabarta, nuk është qëllimi këtu për mi mësu musliman. Thash që në mënyrë instikte edhe fëmiu i vogël, i cili ende nuk ka shkuar në shkollë, në shumicën rasteve dallon të keqen edhe të mirën. Pa më parasysh çfarë mund me qenë ajo. Këtu nuk është qëllimi, këtu nuk është mesazhi. Mesazhi është që ne të reflektojmë dhe si të gjindemi kur qysh ashtu Allahu thot nuk janë të barabartë e keqja dhe e mira, edhe nëse e keqja është më e shumë. Pra, kur ne gjindemi në jetën tonë përballë një grumbulli vepra të këqija, e sidomos në këtë zaman, përballë sa e kena vetëm një punë të mirë, vetëm një është halal, qysh do të më reflektu në si besimtar dhe mos mi bo të barabartë që të këqija që janë shumë edhe që të mirën që është veç një. Qysh mos mi bo të barabartë një grumbull të njerëzve, një pjesë e madhe e shoqërisë kur shkon drejt të keqës dhe një pjesë shumë e vogël shkon drejt mirës. Që të qysh me zgjedhune pozicionin tem, në cilin sap do të me hione, ka do të me anuone, ka pisho që krejt po e bojnë qështu, hajde dhe na po e bojnë, po kjo është e keqe, nuk du është me bo, qëto është qëllimi jonë, pra qysh me gjetë une me bo një lëvizje taktike që mu tërhek dal ga dal, ani pse një grumbull njerëzve, por une do të shkoj, të ata që në të pakt, sepse në atë pjesë është vepra e mirë, e kështu më radhë. Ajo çka e mësomi tjetër prej këtij parimi kuranor është se ky parim kuranor nxit njerëzit të ndjekin të mirën dhe të largohen gjithherë nga e keqja. Pra që është ai mesazhi i këtij ajeti kuranor, pra të nxit njerëzit që të bohen vetë të mirë ata, sepse edhe kjo është një gjihad që njeriu në jetë, në vazhdimsi, do të me kontribu dhe me investu në vetën e vetë, se si unë t'jem njeri mirë. Jo me kërku prej të tjerëve. Kjo logjik do të më ndryshu, do shti më bo njeri mirë, pastaj, ndal ga dal, do thot edhe rrethin në të cilën të jeton, edhe familja, edhe shoqëria, bohen kështu më radhë, do të bohen të mirë. Por kur ne kërkomi prej të tjerëve, atë që vetë nuk e kemi, atëherë kemi një defekt. Do të ndalemi shumë shpejt, do t'i përmendim mësimet nga ky parim kuranor, ku Allahu thot se nuk janë të barabartë e keqja dhe e mira. Edhe pse e keqja duket e shumt, edhe tërheqse, ajo mbetet e keqe.
Kjo është më rëndësi me kuptu besimtare. Edhe pse e keqja din ka njëherë me dominu vëllëzër, sa që ajo në jetën e njerëzve bëhet diçka e rëndëmt. Është joshse, është tërheqëse. Kush do të qoftë ajo? Ajo mund me qenë besim, mund me qenë një fjalë, mundet me qenë edhe një vepër. Pa hyrë në detaje, pa i përmendë, thotë sepse ju e dini pjesa, ju jeni pjesë e kësaj shoqërie dhe e dini që ato të këqijat të cilat kanë marrë për fat keq për masat më në këtë shoqëri, derisa dikush del i proklamon edhe i promovon si të mira. Pra, sado që të jetë e keqja, e madhe, e përfshim, njerëz e bojnë, ajo do të jetë tërheqëse, por në njëjtën kohë ajo në jetën e besimtarit mbetet e keqja dhe kaq. Këtu nuk ka diskutim. Allahu thot walau a'jaba kathratul khabith. Edhe nëse ty të mahnit shumësi ose shumica e të keqës ose të këqinëve, ti duhesh me qenë në saf me të mirën. Pastaj edhe nëse të mahnit shumica të këqive, kjo është do thot ajo pjesë e parimit do thot të cilën vetëm se u përmend në këtë ajet kuranor. E mira më e madhe me të cilën njeriu pra jeton në këtë botë duhet me luftu është bindja dhe dashuria për Allahun xhalla taala që e sjell jetën e lumtur në këtë botë edhe në botën tjetër. Siç thot i madhi Zot në Kur'an, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Kush bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne do t'i japim atij thot një jetë të mirë dhe do t'i shpërblejmë sipas veprave të mira që kanë bërë. Shikoni jetën e besimtarit vëllazër, subhanallah, nis jeta e besimtarit mirë, e nis të thot me hajër, e vazhdon, ku gjej një vepër të mirë i afrohet asaj na dhe bëhet pjesë, asiston në të mirën dhe çka bën Allahu xhalla taala po thot dhe fundi i tij ka me qenë i mirë. Dhe jo veç kaq, po thot Zoti pastaj edhe shpërblimin që Zoti do t'ia jap ka me qenë i mirë. Nuk ka mundësi pra e mira me humb asnjëherë, sepse ajo i ka rrojt thellë, ndërsa e keqja është sikurse shkuma e detit, edhe pse duket shumë e madhe, po ja për një moment azhjasohet dhe humb. Pastaj ajo çka na mëson ky parim kuranor përfshin edhe kujdesin për të fituar halal, sepse një pjesë të madhe të jetës sonë e përfshin pra ajo çka na e çomin në shtëpiat tona nga pasuria jon, ose ka me qenë e keqe ose e mirë, ose ka me qenë halal ose ka me qenë haram. Ja ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O ju njerëz, hani nga ato që Allahu xhalla taala i ka kriju në tokë. Halal e të mira, Allah e ka quajtur halalin tayyib, të mirë Zoti. Dhe mos ndiqni hapat e shejtanit, ai është për ju armik i qartë. Pse o Zot mos më ndje? Sepse shejtani na shpin nga e keqja. Shumica nuk është kriter për të vërtetën asnjëherë. Kurani do të thotë e sharron këtë për ata. Allah xhalla taala i thot profetit nëse i bindë shumicës së atyre që janë në tokë, ata do të largojnë nga rruga Allahu xhalla taala. Nëse e ndjek shumicën, ki kujdes për çfarë po e ndjek, sepse shumica nuk është kriter i të vërtetës. Shumica nuk është kriter që aludon sa njerëzimi ose njerëzit janë të shku ka e mira, por duhet mu vlerësu se çka shumicë me çfarë vepra janë duke u marrë. Nëse janë të marrë me vepra të këqija, do të rri larg tyre sepse të largojnë nga rruga e Zotit. E nëse janë duke u marrë me vepra të mira, atëherë dhe unë do të jem pjesë e saj. Dhe e fundit, çdo kënaqësi e ligjshme që Allahu xhalla taala e ka bërë në këtë jetë, ajo do ta ketë fundin e mirë. Dhe në të kundërt, çdo gjë e cila është e keqe, ajo përveç që do të jetë fillimi i saj, barbarësia e saj, si eca ajo dhe fundi i saj, nuk ka dyshim se kanë me qenë të gjithë të këqija. E lutim Allahun xhalla taala që Allahu na bën prej atyre të cilët kur të keqen edhe të mirën nuk i barazojmë.
kur të keqen dhe të mirën nuk e shti me një thes. Na bën Allahu xhalla taala që çdo herë në jetë jemi në saf me të mirën dhe me të mirët. Luftojmë për të mirën, për veten tonë, për familjen dhe për shoqërinë dhe kështu nëse luftojmë ne, bëjmë përpjekjen tonë, Allahu ka me pa këtë përpjekje dhe ka me shpërbly Zoti edhe në dunja duke na mbajt Zoti gjithherë afër së mirës, duke na largu afër së keqes dhe do të na shpërblen Allahu xhalla taala ditën kur e takohemi Zotin ton. E lutim Allahun që Allahu të na mësoj të shohim të mirën, të punojmë me ta, të shohim të keqen dhe të largohemi prej saj. Lutemi Allahun, Zotin e gjithësisë, sepse Allahu përgjigjet lutjeve të besimtarëve.